Familjari juaj ka bërë aksident, duan para për operacion. Këto kanë qenë fjalë që disa mashtrues i kanë përdorur, duke i telefonuar mbi 10 qytetarë nga të cilët kanë marrë më shumë se 60.000 euro. Bëhet fjalë për një skem të organizuar mashtrimi, ku qytetarët të mashtroheshin përmes aksidenteve të rreme trafiku, që është zbuluar nga autoritetet hetimore në Manastir. Rastet janë zbuluar nga qendra hetimore pranë prokurorisë dhe shërbimit penal publik në Manastir. Sipas prokurorëve, numri i këtyre mashtrimeve është rritur ndjeshëm që nga fillimi i muajit shkurt, ku janë regjistruar edhe 6 raste të reja me të njëjtën metodë. Në shumicën e rasteve, viktimat kanë qenë persona të moshuar, ata kanë marrë telefonata nga persona të panjohur, të cilët u kanë thënë se një i afërm i tyre ka pasur lëndime të rënda në një aksident të trafiku dhe se nevojiten urgjentisht para për një operacion. Në disa raste të tjera, mashtruesit u kanë thënë viktimave se familjarët e tyre kanë shkaktuar një aksident me pasoja të rënda dhe se parat nevojiten për të shmangur burgimin. Të friksuar për fatin e të afërmëve të tyre, qytetarët kanë pranuar të japin shuma të ndryshme parash, nga disa 10.000 denar deri në mbi 20.000 euro, si dhe bizheteri, ari dhe sende të tjera me vlerë. Prokuroria sqaroi se paratu janë dorëzuar në lokacione të ndryshme në Manastir, personave që më parë ishin rekrutuar përmes shpadhjeve për punë në rrjetin social Facebook. Deri më tani, prokuroria ka ngritur akuza kundër 4 personave që dyshohet se kanë marrë drejt për drejt paratë nga qytetarët e mashtruar dhe që ndiqen penalisht si bashkëpunëtor në mashtrim. Sipas hetimeve, paratë më pas janë transferuar te një person ende i pa identifikuar në Bullgari. Autoritetet kanë konstatuar gjithashtu se në të gjitha rastet janë përdorur numra telefoni nga Rumania për të kontaktuar viktimat. Për këtë arsye, Prokuroria e Manastirit ka kërkuar ndihmë juridike ndërkombëtare nga autoritetet e këtyre vendeve për identifikimin e organizatorëve të skemës. Ndërkohë, organet hetimore apelojnë tek qytetarët që të mos bien prej këtyre mashtrimeve dhe të mos pranojnë të dorëzojnë para në dorë të persona që nuk i njohin.